deputetët. E vërtet. Me Sherif Konjucën, nëse zgaboj e shok, a? Me Sherif Konjucën nuk jam shok, po njihem, ka qenë i burgosën politik, apo në kuvend, dhe jemi njoftë shumë herët, pas raportet mira me te. E qka me ndonit, dhe më thonë, për Glau Konjucën, a ka qenë pjesë e shikut, se shpesh herë është përmend që Glau Konjucën ka qenë pjesë e shikut? Unë mas pari nuk e di asë kush o konë pjesë e shikut, se edhe mu më kanë sulmu që më konë shefi shikut. Po se di, kam dëgju që ka punu një ko me rrugë në IT në shik. Po tani është e vërteta. Jo, pas ka vjedh pas vurdë. Nuk kam folë asë njëherë me... Jo, pas ka vjedh pas vurdë. Se a i më kishtë regu me pas pytu, por besë se kam pytu. E qëfar raporte më duke ti i ki raporte të relaksumë me vetëvendosin? Me vetëvendosin, unë si kam të prishta me kërkon në raportet. Për në që i vetë njëri që as Berisha nuk e përqish, as e me vetëvendosin s'kam nëj qështje, por me politikat e tyre janë njerës të detshëm, apo den se na jemi kolegë, janë zbut raportet në komunikim në salë, në qytet. Sot, për shemë, i kom taku 2 vetëvendosis në Prizren i ven atje, edhe folëm dorë për dorë. A i thova, keni më madhon që dikur, ata janë tut me ta dhonë dorë. Por e kanë pa që na jemi njerëz gjithë, konkurojmë për zgjedhje, kush fiton, kush fiton, vazhdon jetën. Se përdu më thonë Basagjavet, pse e keni liu ju, se jeni pak fajtur që e keni liu një diskurs damshëm politik, dhe më thonë, të thonë, që ki hajni, që ki shpioni, që ki pafokte, dhe më thonë. Po tani qa me vomë, me mytë? Po jo me mytë, po ka organet qëteti që... Organet nuk ka, këto është problemi, nuk funksionojnë organet. Për shembull, mi thonë, për shembull, mu më kanë dëllë, që për të ndërpres më falë, më kanë dëllë, për shembull, më konë me Azem Syle, në Azem Syle është dijet kontributi ti, dhe më ka qenë komandanti për gjithëshëm, edhe mi thonë, për shembull, dë balush, që shtëpi thamë, ne, mi thonë që hini kë ka morë, kë ka... Këtë diskurs, dhe më thonë, jeni pak fajtur ju që i keni leu. Shikar, ti i vetëmi institucion në një vend, është gjykata edhe policia. E vërtet. Nëse ligji nuk ta ep të drejtën me fydi kanë, ki drejt me ju drejtu policisë dhe gjykatës dhe prokurorisë. Po pëse si këni drejtu jo? Problemi është, unë i kam disa lanë me media. Një e di që ke fitu me Butasat? Jo me i kam fitu një 4-5 në për ata, po nuk është problemi këtu. Po, këto lanë civile vënohen me 5 vjetë, 10 vjetë. E vërtet. Nuk është në regu. Unë, për shemë, kom pas një konflikt gjykatë penale jo, po civile në Zvicër, edhe është kry mrena afatit, mrena 6 mujve duhet me përfundu në anda. Jo më vëno. Kom pas probleme dhe me shtetin e kom pa dit një herë, dhe jemi shku dhe në Strasburg. Po nuk ka thonë kush i që ati, kush është taj një farë, fëgjati ati a një farë, shqiptari, shteti farë në cishëm, këtu në Zvicër, por ka marrë parasysh, edhe duhet me dalë në një vendim në afatin e caktum. Unë jam i thari kësaj. Po, drejtësia të na, lenë për të dëshru, duhet mu përmjesu shumë, duhet me punu shumë. E vërtet. E kini deklarat interesante, ke thonë që ka inspektor të vetëvenduesit që po dolin të teren edhe pishuin apo punojnë veteran të UÇK-s për mi anul pagën, penzijën. Është e vërtet që pysin, a je veteran, a keni veteran punë, edhe mi unal pagat, sepse me ligjë s'ke drejt me punu. Dhe në qofë se me ligjë s'ke drejt me punu, në nuk muj me akuzu atë pse po e zbaton ligjë. Nuk është normali. Por, nështë nga aspekti human, nuk të duhej me okufizu të drejten, deri sa të miratohet një ligjë. A i shkreti me 170 euro, sa ka marrë dhe ta, është bërë 210 në duke diçka që ashtu, është e vogël si pak. S'munët me kalu muajnë me familje. Dhe është i detyru me punu në dërtim, ku dion, vetë shërbim, dikon punon. E vërtet. Po janë disa probleme tu që
të cilat me ligjin e ri për veteranët e luftës duhet mu trajtu. Spari duhet të mu trajtu me komision dhe me ligj kush është veteran dhe kush është. Veteranët duhet me leju me punu edhe në shtetë edhe... A është veteran Albin Kurti? Nuk e di, nuk jem konë në komision. Kështë të luftë, që është veteran, po ka shumë njerës që s'kanë qenë asë, si kanë pasë asë... Po në lufta e ke taku në herë, Albini? Në lufta e ke taku në herë? Jo, nuk e kam taku në luftë, po unë më ka tërgu Adem Demaci që e ka morë në zyrën e ti, me punu, dhe duke qenë zyrën e Ademit, dhe Vac Adem që ka qenë i autorizum për me themelu asamblen parlamentare të Kosovës, në kohën ku s'ka funksionuar parlamenti i zgjedhur i famshëm, i LDK-s,